Në 1 maj, punëtorët dhe sindikatat e tyre në çdo vend të botës protestojnë për të kërkuar të drejtat dhe kushte më të mira pune. Por si mbeti 1 maj dita simbole punëtorëve dhe me çfarë lidhet kjo ngjarje? 1 maj i parë lind në Paris në 1889. Ideja u hodh gjatë Kongresit të Internacionales së dytë të mbledhur në kryeqytetin francez. Objektivi i organizatës së krijuar nga hiri i organizatës së parë ishte ai i koordinimit të aktiviteteve të gjithë partive kombëtare të lidhura me lëvizjen e punëtorëve. U vendos të realizohej një manifestim i madh për t'i kërkuar autoriteteve publike që të reduktonin ditën e punës në 8 orë, 8 orë punë, 8 orë argëtim dhe 8 orë për të fjetur. Ishte kjo moto e krijuar për herë të parë në Australi në vitin 1855, e që më pas u përdor nga pjesa më e madhe e lëvizjes së sindikatave në fillim të 900-s. Një moto që i hapi rrugën kërkesave të tjera të përgjithshme dhe caktimit të një dite pikërisht në 1 maj, ku të gjithë punëtorët mund të takoheshin për të mbrojtur autonominë e tyre. Zgjedhja e kësaj date u bë si pasojë incidenteve të rënda të ndodhura në ditët e para të majit të vitit 1886 në Chicago, që njihet si revolta Haymarket. Në mes të viteve 1800, punëtorët nuk kishin të drejta, punonin edhe 16 orë në ditë, në shumë kushte të këqija dhe shpesh humnin jetën në vendet e punës. Më 1 maj të vitit 1886, u mbaj një greve përgjithshme në të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të reduktuar ditën e punës në 8 orë. Protesta zgjati 3 ditë dhe kulmoi më 4 maj me një masakër të vërtetë, ku mbetën të vrarë 11 persona. Iniciativa u kthye në një simbol të kërkesave të punëtorëve. Në ato kohë luftonin për të pasur të drejta dhe kushte më të mira pune. Kështu, pavarësisht reagimit negativ të shumë qeverive, në 1 maj të vitit 1890 u regjistrua një pjesëmarrje shumë e lartë. Aktualisht, kjo datë është festë kombëtare në shumë vende, përveç se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku dita e punës festohet të hënën e parë të shtatorit. Festa e ka origjinën nga Kanadaja, në kujtim të manifestimeve ku punëtorët kërkonin orar të reduktuar pune në emrin e lëvizjes së 9 orëve.